honor to welcome you all to this important event here in Davos at the House of Switzerland. Today we gather to celebrate the strong partnership between the European Free Trade Association, EFTA, and Kosovo. Sa I përket përpunimit të drurit të metaleve, pastaj tekstilit të lëkurës, ushqimit të pijeve dhe sidomos tek sektorit. Me këtë rast jemi shumë të lumtur që jemi një shtet që kemi nënshtruar marrëveshje të tregtisë së lirë jo vetëm për mallrat, por edhe për shërbimet, gjë që padyshim se do të reflektohet në muajt, në vitet në vijim edhe me rritjen e eksporteve nga vendi ynë. Kjo është një fitore e demokracisë, sepse kemi nënshtruar marrëveshje me 4 shtete demokratike evropiane dhe është një garanci dhe dëshmi që demokracitë e rrisin bashkëpunimin dhe shkëmbimin me njëra tjetrin, duke bazuar edhe në vlera të përbashkëta e jo vetëm në dobi reciproke. Kjo marrëveshje që unë shkruaj sot në shtëpinë e Kosovës përfaqëson shumë. Së pari është qarkullimi I lirë I mallrave. Domethënë kemi vlerësira të mëdha për me bë eksport shumë më lehtë me shtetet që kanë nënshkruar. Barrierat kanë qenë disa të ofsan që na kanë mësuar disa sertifikime më speciale, kurse tash nuk I kemi të gjitha asnjë ato. Qarkullimi bëhet shumë më I mirë I mallrave me vlerësira shumë të mëdha, që na mëson edhe më pas më shumë eksport. Ose më kapët me Kjo marrëveshje me të gjithë anët, si eksport në shkollë. Gjithashtu kjo marrëveshje është përfshirë që është një rëndësi veçantë në shërbimet, jo vetëm produkte. Edhe për këtë arsye mendoj që do të rritet bashkëpunimi ndërmjet shteteve të EFTA-s dhe Kosovës dhe do ta kemi një rritje të eksportit në Kosovë. Lëndë tekstore që Zvitra është nga një vetëm që ka bilanç pozitiv në direktivë, dhe më shumë eksportojnë në Zvitra se sa importojnë. Kjo na bën të motivojnë që të kalojnë edhe në shtete tjera dhe në të ta replikojnë historinë e Zvitrës edhe kështu të ecim të tjerë. Në momentin politik, këtë të përkesh në një moment, fikse si ndërmarrje, për të kënë vlerësira në participimit të qeverisë publike. Nuk ka diskriminime si shtetë evropian, ose si pjesë që në kushtetet bashkimit evropian. Pra mundim në marrë pjesë të qeverisë publike, të qeverisë privat, po prapë se prapë duhet me mbajtur standardet ndërkombëtare. Po është mundësi e mirë është për tregun në sektorin e shërbimeve që bëjnë market development, zgjerim të tregut e tyre. Pra ata çdo startup, çdo ndërmarrësiri ka një motivacion shtesë, ku e din që shërbimin e tij mund të plasojë pa kurrë pengese në Zvicër. E jo vjen të teksohet edhe në produkte që është custom free, pa dogan ose pa bariera të ulta doganore, e në anën tjetër shërbimet janë negociuar 3 vite dhe ka marrë kohë 3 vite që mu aprovu për shtetet e EFTA-s edhe klauzola e shërbimeve që për Kosovën është një momentum jashtëzakonisht I mirë. Dhe kjo është avantazhi konkurruesi jonë, domethënë pjesa e shërbimeve, pjesa e talentit të rinisë që kemi, tash vetëm për shtatet dhe kurrikula që në vit e kemi parapar një rritje 20% në rritjen e eksport shërbimeve si rezultat të antarësimit në EFTA edhe participimit në këtë klauzullë. Sot është një ditë shumë e rëndësishme, domethënë u konkludua, u formalizua zyrtarisht edhe marrëveshja për tregtit lirë mes Republikës së Kosovës dhe shteteve të EFTA-s e nënshtruar nga ministri Hajdari. Këto negociata kanë filluar në vitin 2022. Kanë përfunduar me 25, 26 dhe 27 shtator të vitit 2024 në Prishtinë. Gjithsej janë mbajtur 4 rundet e negociatave, 2 në Gjenevë dhe 2 në Prishtinë. Dhe ajo çfarë vlen të theksohet këtu, që Kosova përveç se ka çështje të plot për produktet, gjitha produktet industriale në tregun e vendeve të EFTA-s, ka arritur që për disa produkte selektive të imbroj ato në situata të caktuara
krahasu me shtetet e EFTA-s që ne na kanë dhënë çështje plot, pra zero tarif për gjitha produktet industriale të Kosovës. Për më tepër, kur flasim për produktet bujqësore, shtetet e EFTA-s konsiderojnë janë globalisht të njëjta që janë shumë sensitive për produktet bujqësore. Pra, parimisht ato vendosin tarifat larta, kuotat larta, sepse produktet bujqësore të tyre i mbrojnë. Edhe në këtë kontekst, në këtë aspekt, Kosova ka arritë që për produkte bujqësore të ketë një gamë të lartë të produkteve që të përfitojnë. Pra, krahasu me vendet e rajonit, Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Bosna dhe Serbia, të cilat më herët përpara Kosovës e ka negociuar EFTA-n, ato nuk kanë pas që të shans që të përfitojnë më shumë për produkte bujqësore. Pra ne përveç produkteve industriale kemi çështjet gjatë të plot edhe për produktet bujqësore. Pra shtimisht disa produkte patatja këto, të cilat për këto shtete, veçanërisht për Zvicrën, janë shumë sensitive. Por edhe të këto ekzistojnë disa lehtësira. Ndërsa vlera e shtuar e negociatave mes Republikës së Kosovës dhe EFTA-s qëndron te shërbimet. Pra Kosova është i vetmi shtet në rajon që përveç mollave dhe përfitimeve në produkte bujqësore dhe industriale ka arritur të negociojë shërbimet, i vetmi shtet në rajon. Çfarë do të thotë shërbimet? Shërbimet do të thotë që krejt sektorët me vlerë të shtuar të Kosovës, në këtë rast sektori teknologjisë informative, shërbimet profesionale, marketingu, inxhinierët e shumë të tjera, por të gjitha këto me këtë marrëveshje do të kenë mundësi që pa kuota dhe pa u nënshtruar testit, por duke ndjekur procedurat ligjore të secilit shtet, të vinë dhe të ofrojnë shërbimet e tyre. Për shembull në Norvegji, deri në 4 vite mundet një kompani kosovare nga njëri nga këta sektorë që e përmenda, të shkojë pa u nënshtruar kuotave, sepse kuota do të thotë i pari vjen, i pari shërbehet dhe jo patjetër mund të jetë i Kosovës. E në këtë rast kompanitë e Kosovës nuk i nënshtrojnë kuotave edhe nuk i nënshtrojnë testave të ndryshme. Mirë, po respektojnë legjislacionin relevant të tyre dhe deri në 4 vite shkojnë në fund. Pse po flasim për shërbime dhe pse ministri Hajdari, por edhe si shefi negociatave kemi insistuar por si Kosovë, kemi insistuar që t'i përfshijmë shërbimet. Jo pse ne deshtëm patjetër. Mirë, po kemi edhe sektorin e shërbimeve mjaft të konkurrues dhe krahasues me vendet e rajonit. So we are going. Thank you.